Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët sërish në kanalin tim. Sot do përgatisim së bashku një byrek fantastik me qep dhe domate, të cilat sapo i këputa nga kopshti im. Do të bëjmë petë shumë të holla, por me një teknik super praktike. Do t'i hapim petët vetëm me duar, direkt në tepsi, pa përdorur fare ullai dhe pa i hedhur as një pikë miell në tavolin apo në seshte. Është një recet aq e pastër e thjeshtë sa që sot unë nuk do vë as përparsen. Do t'ju tregoj edhe trukun e pastrimit të domateve. Filloj me përgatitjen e brumit. Në tas kam 500 gram miell, i shtoj një lugë të çajit me krip dhe diku tek 250 ml ujë, ose e thon ndryshe një gotë me ujë. E ngjeshi mirë brumin në suprin, duke formuar një brum të butë dhe goxha elastik. Në këtë moment brumin do ta hapim në trajtën e një cilindri dhe më pas do e vendosim në një tavë të cilën unë do t'i vendos edhe vaj ulliri. Do përgatisim kulaçkat dhe do t'i vendosim direkt në tavë. I përgatitëm të gjitha kulaçkat, i lyejm sërish me vaj ulliri, duhet patjetër vaj ulliri, dhe sekreti i këtij byrekut është që duhet patjetër që të pushojë brumi. Edhe mielli duhet të ketë proteinën sa më të lartë. Edhe mielli i fshatit bën për të përgatitur këtë byrek. 3 qep i griva imët, i shtojmë vaj ulliri. Këtu kam domatet e kopshtit tim, janë vetëm 3 domate të mëdha, nuk do t'i gri në grirës perimesh, por do t'i pres në kubik. Dhe për t'ju hequr shumë lehtë lëkura, jo nga ana e prerjes së thikës, por nga tehu, e vrasim pak duke e rrëshqitur dhe shikoni sa thjesht që shkëputet lëkura. Sigurisht që domatet duhet të jenë të pjekura mirë. I pastrojmë domatet dhe i ndajmë në kubik. Po përdor pjatën që të ngelet i gjithë lëngu i domateve në pjatë. I kemi gati, edhe qepa është bërë transparente, e shtojmë në tikan. Dua t'ju them që domatet unë i kam pas një lloj spërkatje dhe vetëm të mbilla me grop në ple organik. I shtuam krip, piper të zi, e lëm me kapak që domatet të shpërbëhen. Erëzat janë opsionale, mua më pëlqen rigoni, ndaj po i shtoj rigon. Edhe brumit i kemi lënë kohë të pushoj, sa përgatitet mbushja. Do filloj me hapjen e petëve. Si e shikoni, unë nuk kam vënë përparse fare, pasi ky është një byrek që nuk të bën as pak pis. Shikojni sa me lehtësi hapen këto petë, direkt në tepsi, jo në suprin që të bëjmë suprinën gjithë vaj, por thjesht në tepsi, hapet shumë shpejt me duar. Petët që janë poshtë nuk do t'i hapim plotësisht, por do t'i vendosim edhe 4 petë të tjera sipër. Mund t'i shtoni pak vaj ulliri në pipet, por edhe pa i shtuar fare vaj, petët nuk ngjisin më. I hapim pak me duar duke i rrotulluar, hapim pa frikë fare, nuk është fare probleme dhe nëse ju grisen, do bashkohen me njëra tjetrën dhe nuk kuptohen fare. E përshtasim në të gjithë sipërfaqen e tavës, duke krijuar edhe pak spond anësh me qëllim që mos të na dalin mbushja. Shtoj mbushjen me qep dhe domate, e hapim mirë dhe sipër do hapim 5 petë të tjera. Shikojni sa thjesht që hapen këto petë. Jo vetëm që nuk të bëjnë pis, por nuk të lodhin. Këtë byrek mund ta bëjnë edhe vajzat e reja. Mos e merrni fare me frikë sepse bëhen shumë thjesht. Mjafton që të keni miellin e duhur
dhe ky byrek përgatitet shumë thjesht. Si ju thash, do hapim 5 pet sipër. E përshtatëm në të gjithë sipërfaqen, e hapi mirë petën e fundit. E ngjeshim pak me duar anës që mos të dalin mbushja, i bëjmë një prerje paraprake, jo shumë të thellë prerje, pasi del mbushja e domateve dhe e pjekim për 30 minuta. Ja ku poq byreku jon, shikoni si është kërcanisur, është bërë super, mbushja me qepe domate i jep atë shijen e mrekullueshme të shtëpisë. Siç e pat, nuk ka fare mund, nuk ka rëmuj në kuzhinë për të shijuar një byrek të mirë tradicional. Ju falenderoj.